Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mi mbrëma kudo që na ndiqni, në pritjen e kumtimit të rezultatet të përfundimtar të zgjedhjeve, klima politike aktualisht nuk flet që ka në horizont marrëveshje politike midis Partisë së Zotit Kurti dhe tjerave që shmangët kriza e presidentit. Krizë kjo që çoi Kosovën në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Kam ftuar ish kandidatin për deputet nga AKP, Dardan Krasniqi, mbi reflektimet politike që ka ai mbi gjendjen e sotme. Krasniqi, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Tema presidentit çoi Kosovën në zgjedhje. Kjo temë poshtë që po trajtohet me prioritet nga Kurti si parti fituese e zgjedhjeve? Në fakt po, është tema e që Kosovën e çoi në zgjedhje, po kjo është pasojë, shkaktari është vetë zoti Kurti, i cili tashmë për mua si në radhë parë si qytetare edhe si aktivist politik, edhe tash në garë, unë mendoj kështu të bindshëm se ky njeri nuk ka me ndërtu asgjë në këtë vend, ka veç me renu çdo arritje që bë, me mundet me sakrificë, me mangësi e jo si duhet, po gjitha këto arritje që kanë ardhur, që e në bon këtë vend, po rezulton se ky mision të vetëm e ka me shkatëru. Të me thonë se cilin institucion. Politikisht e ka shkatëru këtë vend. Është fjali e rënë kur ndëgjon me shkatëru, me rënu, në plan të parë, Dardan duket fjali si me shkatëru. Po si me shkatëru është se në Kosovë është dhënë shumë sakrificë për me ndërtu një politikë me kompromise, me ndërtu kulturë të kompromiseve. Të dialogut brendshëm, po. Absolutisht, të dialogut brendshëm, të dialogut të jashtëm, të lidhjeve, relacioneve me partnere, me alat që i kanë ndihmu Kosovës. Po kur e merë kështu, normalisht, SD e rëndë, të jetë fjalia e vërteta është edhe më e rëndë. Pra nëse ne marrëm edhe e shikojmë Kosovën në zhvillimin ekonomik, është se sa çalon. Nëse e merr në vdekjen e njerëzve në punë, kjo qeveri s'ka ofruar asgjë në siguri dhe shëndet në punë. Kemi për çdo ditë vdekje. Kemi për çdo ditë vdekje në rrugë për shkak të unë e kuptoj shtetin kur nuk don ose s'ka projekte me ndërtu rrugë, por nuk e kuptoj kur nuk vendos sinjalistik sigurie. Në aspektin kulturor, në aspektin fetar, është i shkatëruar shqiptarët, në aspektin politik i ka shkatëruar shqiptarët gjithandej, pra polarizim dhe armiqësi të madhe. Në aspektin e vlerave të luftës çlirimtare. Njeriu racional nëse vetë që sheh se si kanë rrugtu një shekull e deri sot shqiptarët, çfarë sakrifice kanë bë. Atë që s'ka mujt me bë Serbia mes shqiptarëve. Unë e kuptoj që është atë që kontaminune politika, terreni politike vërteta, foncet politike, gjithçka. Antagonizëm të madh ka. Absolutisht, do të thonë luftë madhe personale, e sheh që këtë gjendje kanë investu me shekuj, kanë bërë strategji, kanë investuar dhe politikisht serbët me prej Çobdinovićit e Rankovićit me i thy shqiptarët korrez, kanë përdor fejen, kanë përdor politikën, kanë përdor shantazhet. Ne veç që kujtojmë për një gjeneratë të vleshme të një brezi që nuk është thys siç kanë qenë burgosit politik me kryer me Bacinadem, që s'kanë mujt shqiptarët kështu me i ndarë, me i thy. Pra edhe ti e kupton. Bashkë atë kohë s'ka ekzistuar interneti, masoviteti i teknologjisë. Nuk ka ekzistuar, po kur shteti sa do i grup i vogël megjithatë që kishte bërë rezistencë në rrethana. Shteti sa do i dopt që është, sa do pak që ka teknologji, kur thuhet kështu, kur tenton me të bë dëm të madh. Pra është normalisht që s'ka ekzistuar teknologjia, po ka ekzistuar propaganda. Se ka rritë... E shtetit në... Absolutisht, ka tentu me bo përmes fejs, ka tentu me bo përmes kulturës, ka tentu me bo përmes punësimeve. Po shqeni në horizont, teksa shomi këto ditë Kurti që i shmangët pyetjeve direkte të gazetarëve. Zoti Kurti, ke përgjigje i thonë për temën e presidentit, çfarë do të bëni? Keni marrëveshje kur do ta ftoni opozitën për të bërë numrat për presidentin? Nuk përgjigjet fare. Jo me ngut, thot,
kanë këtë takim, atë takim dhe i shmangët. Ndërkohë në natën e zgjedhjes, kur ti tha, ne jemi në punë, nesër do dalim në punë, ne edhe presidenca jemi në punë, ai që nuk është në punë në kuvendi, rrjedhimisht tha se opozita nuk është në punë, i ftojmë që dalin në punë. Po e shihni nga këto deklarata që zoti Kurti ka prioritet temën e presidentit? Jo, absolutisht, po them për një nacional në këtë vend, i cili do me gjyku argumentueshëm. Ky njeri nuk ka prioritet kurrë për të mirën e demokracisë këtë vend, për të mirën e qytetarëve, për progresin. Ne në fakt kemi vesh regres. Domethënë ti nuk është të interesu as zgjedhja presidentit. Në agjendat e kujt është, e cilës son politike është, e cilave interesa është, kjo një ditë ka me u po. Asnjë shkëndij nuk pushet një lloj vullneti politik që Kosova të mos shkojë sërish në zgjedhje. Jo, po, ai Kosovën ka me qu prap në zgjedhje. Unë po them këtu, e kam thënë edhe kështu në vazhdimsi, për këta 7 numra që ka aleanca, vështë të në tregon çka po del me bon së dika, domethënë pas një kusht. Po nuk është interesu nëj me zgjedh, as presidentin, as një situatë në Kosovë. Domethënë nuk ka zgjedh as një situatë, nuk është veçeshje presidenti. Ska zgjedh temën së zgjedhjeve. Po absolut, ai nuk ka zgjedh as një as politike, as ekonomike në këtë vend. Ka lëndu raportet e po lëndon çdo ditë. Domethënë sheh relacionin e marrëdhënieve me partitë politike në Maqedoni, edhe afërsinë që ka kriju me politikën shoviniste maqedone ndaj shqiptarëve. Si të thonë një vendim atje gjykatës kushtetuese ku ktheu emrin e Josip Broz Titos në shish. Para saj Heshtje. Para saj ishte gjunha, shqipe. Gjunha, po. Dëgjoj, unë e kuptoj njerëzit që më fynë, më shajnë, për arsye se për ta është, si me thonë, të shiftet. Nuk keni luftuar atje. Qa do të thotë për ne luftuar? Unë 2 dekada thuja se me zotin Kurti kemi qenë ullur, jo për shkak në aktivitetin, familje. Kjo është e kundër dhe asaj që ka rukëtu. Një njeri që, edhe kur absolutisht, kjo t'i tërsu në krejt qenjen e ti. Pi marëm shumë, hajde për diskutojnë për rasin Kumanova ata zë. Po, ke vllahun atje. Ka qëndru me javë tëra aty. Duke diskutu se si duhet luftohet Maqedonia, si shka duhet me bëhe, si duhet mu bashku me shqiptare. E sotrima kanë qenë këta djeme, qërë sakrifice kanë bëhe. Dhe tani? Që 6 vite në pushtet, e sidomos me ardhen e Vlenit në pushtet, ata të mërësisht kështë trajtohen edhe pse, si me thonë, po tham një diçka pa lejen e tyne për shkak që kërkojnë për mos me kriju dëshpërim, demoralizim. Ata edhe maltretohen, edhe kështë përdorën, edhe heqen, edhe familjet e tyne heqen, dhe me thonë, asnjë dorë, asnjë kurrë nuk e ki në raport me rasin Kumanova. Kurti i djeshëm, u kishte thënë atyre, me mu, situata? Me mu situata, ata do të kthehen në Kosovë, familjarët me tyne meritojnë ndihmë, edhe e fundit kjo është kuptimi i dorës së shtetit. Për me qenë më i qartë, nësë përdu me e përdorë si rast. Por nëse e she se ka përdorë dhe grupin Kumanova, se edhe grupi Kumanova me fuqin politike në atë kohë që e ka pas, ka qenë promotor kryesori i fitores së zgjedhjeve të Kurtit. Sot nuk e ki, vuajnë në mënyrë të tmerrshme, familjarëve të këtij grupi kushtën me mirëqenie, kushtën me obligimet mëdha. Do të më bëjë sakrificë të mëdha, nuk kanë kujdese shëndetësore, aty asgjë nuk kanë, janë sikur me jetu ose sikur me qenë në burg dikun në Somali, me trajtim me gjithçka që ka ndodhur. Ky ka lidhje ashtë afta me Mickovsin, ka lidhje ashtë afta me Vlenin, kur vjen Vlenin në pushtet, i rrej maltreton edhe ky smerrat heq me disa djem, për në cilën do rrethon muj me i qujtë. Unë madje jam kursy, mos me përmend për shkak që mos me i bon shënjesër të fyrjeve. Kur i fat Jashari fyhet,
e fyhet çdo vlerë e këtij veni, madje ky jep edhe donacione e buxheti, jep njerëzve si cilët kanë agjenda me përballë të shqiptarëve, absolutisht. Nuk ka diskutim. Nuk ka politikan më të damshëm Se cili burgosur meriton trajtohet me ligjin fuqi që kanë bëjnë me drejtat e lirit themelore të njerëzit. Ju po absolutisht ju po raportoni, po denonconi shkelet të drejtave. Absolutisht, më aty shkelet më drastike të drejtave të burgosëve shkelen. Në shteti ynë as telefonin nuk ka shkel. Absolutisht asgjë nuk bëhet. Nuk lëviz asnjë gjë. Asnjë si themni, asnjë buk, asnjë kogjas familjeve. Jo mos është habiç me kjo është kështu, domethënë me po opinioni. Unë po them për shkak të rrethonave jam kursy. Mos me diskutu. Po hiç mos shoh vllave jam, absolutisht. Aty është kushtet e burgjeve janë të tmerrshme. Sjellja e policëve edhe njësive elite Maqedonien në raport me ta maltretojnë, i rrehin, i kanë pushtruar në prezencë familjarëve. A i keni raportuar këto data në institucionet të ndryshme? Nuk i ku me raportu në Maqedoni. Është një avokat i popullit, Ne kemi dërguar edhe shkresë avokatit të popullit, i kemi dërguar edhe ambasadës tonë, edhe ambasadave të huaja. Ambasadat e huaja kanë kontaktu, ambasada jonë kush nuk na ka kontaktu. Absolutisht, ajo e ka detyrë, obligim me shku me vizitu. Shtetasit e saj, po? Absolutisht, s'ka shku asnjëherë. Janë gjendje të tmerrshme shëndetësore, kanë probleme edhe me shëndetin, edhe me plak, kanë probleme edhe me gjendjen, edhe me moshën, kanë probleme edhe me qeshje që janë dhëmbët e kështu. S'kan tretman. Aspekte shëndetësore, po? Gjithën asnjë familjarët kujdesin për ushqimin, familjarët kujdesin për veshmbathjen. Edhe ky kur vjen janë të shkundur, të shtangun, të dorëzuar, ata nuk dorëzohen. Që është mundur shteti mos me ju nuk është qëllimi i këtij diskutimi mes nesh, ishte veç si vazhdi saj me se shumë njerëz sfidojnë ti s'po merresh me grupin Komanova. Pikërisht nuk jam marr. Pikërisht sa marr se kam pas edhe familjarët mi që kanë qenë ministër të drejtësisë, s'kan marr me asnjë situata. Përveç se i kanë rajt edhe i kanë mashtru, edhe i kanë degradu edhe mazi, edhe i kanë demoralizu edhe më shumë. Edhe kjo është fakt, i dhimbshëm po është fakt, jo për ta përdorur. Se ishte bëre Kosova marrëveshje për që të dënuarit të vuajnë dënimin në Kosovë. Ishte me Danimarkën apo me cilin vend ishte? Po me Danimarkën ishte. Dhe pse mos ta bëj Kosova një marrëveshje të ngjashme bilaterale dhe me Maqedoninë, me këdo tjetër që shtetasit e një vendit, si që është i Kosovës, apo i një vendit tjetër, ta vuajnë dënimi dhe në Kosovë, mase për familjarët të ishte më lehtë të vizitojnë të afërmit e tyre. Po gjithçka ishte më lehtë edhe në këtë diskutim, unë as nuk po kërkoj, as ata nuk kërkojnë diçka që nuk është e bazuar e mbështetur në ligjen e marrëveshje. Po kjo tregon që ky pushtet e këta njerëz, për cilët sot po tham për një njeriu që e dallon të keqen nga të mirat, që e dallon shërbimin e drejtë, që e dallon politikanin e mirë, ky pushtet është veç mashtrues dhe pa aftë me bën. Edhe kjo me marrëveshjen me Danimarkën, kjo ka qenë, si me thonë, gati, ashtu edhe është shqetësu, kjo ka qenë e pushteteve të kalume. Po, ky pushtet është nuk është praktik, po them me pazakont, është praktik e zakon pushtetet. Në kuadër të marrëdhënieve bilaterale, dy palë dekzojnë fushat e bashkëpunimit, edhe një pyetje mund të jetë edhe drejtësia ata. Jo, unë po tregoj kështu edhe për te saj. Palës Maqedonia rasti Komanova i kushton shumë në raport financiare të kujdesit e sigurisë. Ata, si me thënë, janë të gatshëm, kanë qenë të gatshëm çdo herë me rregullu këtë çështje edhe mu liru prej atij rasti. Do të thonë ata janë të gatshëm, për i ka mungu palës tonë, ka mungu gatishmëria me bon, s'ka pas asnjë diskutim, nuk ka asnjë nismë, nuk ka asnjë iniciativë. Kjo nuk është gjë e mirë, çfarë po thua? Po kjo është e vërteta. Mu po më vjen keq, po kjo është e vërteta. E vërteta është ende më e trisht, po duam me eurodiktu për shkak që
Kam familjarë aty edhe njerëzit mund me thonë ti po i përdor, kam shokë të mi, aty edhe mund me përdor. Në fakt, po duhet me qenë kujdesshëm për shkak këtë kontaminimin e madh politik se ka t'i kalu çdo kufi njerëzor. Po është më e trisht. Sinqerisht, sa që trisht është sa që ti je njeri edhe kur e sheh se ky shtet që ti ke rrugtu, ke sakrifiku, ke bërë gjithçka, me ardhë me ndërtu barazinë sociale, drejtësien, me vendos në binar arsimin, me respektu vlerat e luftës, apo ndodhë gjithçka e kundërta, sinqerisht është afoj jonë, se ti ju jep miliona euro lloj organizate e UQ qeveritare, edhe këtu në Kosovë ke lënë që 6 vite, që në një qindra mira invalid e veteran të luftës që përballen me kushte. Kudo që i takon të ankon, base. Për besë. Kudo që i takon, shumë për tyre më thonë, kem problem me proteza, kem problem me... Me gjithçka kanë problem, për besë. Rasti mbreti i botës që kanë thonë, në momentin kur ne e krymë këtë emision, unë të sfidoj ty publikisht me minqizu, jo me sfidu një bashkëpunëtor tamin, se që 3 ditë mi ka kërku 150 euro, dhe për një me përballën edhe vetë me mirëqenie, edhe punoj 2 puna për me arrit mirëqenien, kemi qenë dëshmitar që i kam grumullu edhe disa që fëmija kanë kursy, dhe të shokë me adhon 150 euro një veteranit luftës, sa që punën në FSK. Beso kjo është realitet. Kjo është realitet edhe, si kanë thënë plesh Kurti, për në thëtë zullumqarë, për litadin zoti Kurti, edhe kjo makineria madhe e shpifje, propagandës e zullume, për e meni ditë ka më këput për i strashi, po... është fjali e jonë popullore. Nuk ka me i shërby Kosovë, se për e me ekstërkeqja, jo keqja, stërkeqja ka rritur çdo kufi më tashmë, dhe me thonë trajtimi si i bëhet si cilës shtresë. Po mendoj kështu nëse ndërton këtë mozaikun një qeverisje që ka stërkeq çdo gjë më shumë të vlerat e luftës shqiptare, dhe jo rastisht. Nuk e ka bërë zoti Kurti këtë politik rastisht, të eshe atje në Prizren e sa qindra vjetorin e pushtimit otoman. Çka ndodh? Defilon orkestra e ushtrisë zyrtare turke, po. Me rite otomane. Me vokacion të perandorisë osmane. Absolutisht, edhe me rite, edhe me protokollin, edhe me marsh, edhe me veshjen. Eshe se si fyet Skënderbeu. Do me thonë, ky jep mesazhin politik se ti nëse e fyn gjergjin e madh të kombit shqiptar, Skënderbeun, ti bëhesh deputet, ti nëse e fyn UÇK-n bëhesh dhe kryeparlamentar, ti nëse e fyn Nisa Buletinin merr donacione, ti nëse e fyn luftën e UÇK-s merr grande. Ato janë faktike, do të thonë me thënë Vudi Xhamshitit i ka ndodhur 10.000 euro zyrtarisht. Shkelzen Gashit që ka fy për Isa Buletinit i ka qu shqiptarët mercenare që kanë bë krime, i pengon edhe vendosja e emrave të djemve më të mirë të rënë dëshmorë të UÇK-s. I ka ndohë mbi 50.000 euro, Rënë Gjinovcit me organizatën e tij që e lartësën, si periudhën më të mirë për shqiptarët, jo si brës Titën, që glorifikojnë ato. Glorifikim, nëse Tita pas ka qenë i mirë, atër demon që ka qenë i keq. Nuk të thonë ti, kjo ka qenë ndarja me thik, edhe ai merr donacione, ki plot edhe të tjerë të cilë të... I problemi madh në Krasniqi ka të bëjë në pritet që të konstohet kuvendi. Një problemi madh duket që është do ta karakterizoj vendin, klimën, mjedisin, ligji për shtetësinë. Shqetësimi edhe ju, edhe i tjerëve, i atyre zëram në rritje, është që po synohet ndryshimi i strukturës demografike, rrëdhimisht kur ndryshon struktura demografike, konsekuencat janë të pallogaritshme në çdo fushë. Çdo të bëni me këtë ligj. Duket se është një lloj bombe për shtatën dhe kulturore, edhe jo vetëm kulturore të Kosovës.
kjo se çdo të bëjmë, problema është dëshpëruese dhe me thënë, për arsye se vetëm kur je në fushata dhe në zgjedhje kupton sa vështirë është politika. Kur ke përballë një qeverisje që keq përdor, ka instrumentalizu secilën institucion e gjithçka në këtë vend. Po. Edhe ne se çdo të bënim për këtë si me thënë, më e pakta do duhet të ishte që sheshi Prishtinës të ishte mbushur me njerëz që protestonin dhe mos të ljernin këtë. Kjo nuk ka ndodhur, për rezultat që as nuk ka më ndodhur, ne kemi trajtu më herët me ty fenomenet, sepse kjo shoqëni nuk del me protestu. Është problematik kjo. Absolutisht, po ligje për shtetësinë kam ja thysh qafën shumë këtij vendi. Edhe përveç që tashmë unë në studion tënde dhe për ballë ti nuk e kam thënë, unë e kam diskutuar shumë këtë rast, edhe në media, edhe me njerëz që jam takuar, tash isha disa ditë në vizitë me emergentarë, që edhe ai që ka përdhunu, ai serb që ka përdhunu, ka djegur, ka keqtrajtuar, ka vrarë, ka masakruar, ka marrë me marsh në shtetësinë edhe ka me apliku për penzion. Përveç saj na dëmi politik ka me qenë shumë i madh ku listën serbe ka me ba fuqi politike në këtë vend. Për arsye se deri tash mbi 60.000 serb kanë marrë shtetësitë Kosovës. Edhe nëse këta 60.000 serb bëhen votues, listës serbe ose komunitetit serb ka mjashtu 5-6 deputet. Edhe kjo politika armiqësore që vetë kryeministri i vendit ton e lejon me ndodh, ka mi kushtu Kosovës atë shumë sa që më pak se një dekadë, ne kemi pas vetëm 2 parti politike, një shqiptar dhe një serbe. Dhe me thonë kë dizajn, ose kë grafik, që e ka autor zotin Kurti, ka me ndodhë Kosovës. Dhe me thonë... Në mënyrën se si futë gjithë struktura ligjit me ndenin 31, heshtën kriteret rigoroze për absolutisht, dhe me thonë, zoti Kurti ka ndryshu qeverisja Kurti, edhe për opinionin, dhe me thonë, në 2 raste, që nuk ka ndodhur në historinë e pas luftës Kosovë, historinë politike dhe pas luftës, është marrëveshja e zonjës Kosari, zemlakës e Radojqiqit, kur e ka bërë me listën serbe për pagat e veteranëve dhe kur e kanë votu vetëm lista serbe lëvizjave të vendosur, dhe rasti i dytë është kur para disa muajve vetëm lista serbe dhe lëvizjave të vendosje kaluan projekt ligjin për shtetësia. Ta citoj njënin nëse më lejon, Dardan. Po, gjithsesi. Të gjithë personat të cilët me një janar 1998 kanë qenë shtetas të Republikës Federative të Jugosllavisë dhe që me këtë datë e kanë pasur banimin e përhershëm në Republikën e Kosovës, konsiderohen shtetas të Republikës Kosovës dhe regjistrohen si të tillë në regjistrin e shtesave, pa marrë parasysh vendbanimin ose shtetësinë që posedojnë aktualisht. Në vitet 90 Kosova është kolonizuar me refugjat nga Bosnia, nga Kroacia, me serbe e kështu me radhë, dhe duket thënë më zbuti pa analizuar mirë. Jo, nuk e që ka me analizuar. Ky projekt ligj, madje do të ishte i papranueshëm edhe në rrethona kur Serbia do të njefte Kosovën. E leje më tash. Edhe më keqja është se çdo të keqe që po ja bën këtij vendi, kjo qeverisje arsyetohet me politika dhe me marrëveshjet e qeverisjeve të kaluara. Po shtrohet pyetja t'ja pse kemi rrugtu në 19 vite? Kundër Zajednisës, kundër gjykatës speciale, kundër elektroserverit, kundër negociatave, kundër marrëveshjeve për targa e për dokumente. Pse kemi protestu? Kjo është pyetja vetme. Po, nëse ne kemi protestu, ka qenë drejt protesta,
Se dëmi është shumë dimensional, dëmi politik, tash rezulton të jetë shumë dimensional. Shtrohet pyetja, pse kemi protestu me kundër këtyre marrëveshjeve? Nëse kanë qenë të dëmshme, edhe nëse sot thuhet se duhet me implementu se s'kanë qenë të dëmshme, çfarë dëmi ke bë Kosovës prej 2015-s deri tani? Se ne e dim, edhe Zajednica, si një marrëveshje cila për mua në secilën situatë ka me qenë. Duket se do ta shkon çështjen. Absolutisht. Edhe pse debati është i pakët aktualisht. Zoti Kurti si nuk po di si me qujt ndryshe përveç mashtrues, edhe mashtrues shumë i dëmshëm, që po ecën Zajednicën cop-cop në këtë vend. Domethënë, për çdo ditë ai ecën Zajednicën, në këtë realitetin që ka njoft teritorin kishës serbe, dokumentet. Me herët ishin bërë ato gjata. Dokumentet, jo. Sfeqla, Xhelal Sfeqla, ministrin detyrë, reagojnë ndaj këtij debati, ndaj këtij shqetësimi, edhe tuaj, duke thënë, në enin 31 ligjit për shtetësinë i vitit 2026, nuk është një dispozitë e re. Ky nën, ka thënë ai, është pjesë e dispozitave themelore të Kushtetutës së Republikës Kosovës, përkatësisht neni 155 që derivon nga pakuja e Ahtisarit. Por kështu nuk thuhet taksativisht në pakun e Ahtisarit. Është Kushtetuta e Republikës Kosovës. Kjo drejt nuk është krijuar apo njohur nga kjo qeveri dhe nuk është futur për herë të parë me ligjin e ri ashtu, siç eksponent të opozitës po e proklamojnë. Kjo drejt e cila parasheh se Republika e Kosovës u anjeh drejtin e shtetësisë së Republikës Kosovës, pavarësisht nga vendbanimi i tyre i tanishëm dhe shtetësia që posedojnë të gjithë qytetarëve të ish Republikës Federative të Jugosllavisë, cilët kanë qenë banorë të përhershëm Kosovës për janar 1998, si dhe pasazëve tyre drejt për drejt buron nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës i njohur si paku Ahtisarit, të cilën siç e dini të gjithë, ne e kemi kundërshtuar në mënyrë fundamentale. E citova zotin Sfeqla për shkak edhe një mashtrues ordiner më shumë, që në këtë shoqërinë tonë arrin me notu, edhe një ndërfajtor pse kësi politikan gërditshëm e të paftë vinë pushtet, jam edhe vetë, po për cilët një ditë kanë me dhonë llogari. Me thonë, si thënë edhe zoti Kurti se asgjë nuk është drejtësia dhe prokurori që ka shteti edhe dënon. E keqja më e madhe është kur dënon populli. Me thonë, këta nuk kanë me pështu aq letë ditën kur bin nga qeverisja dhe janë qytetarë normal. Një ndërta unë nuk do t'ja falë rrugtimin tam, si ne kemi protestu, Moni dhe Arben Gjeladini kanë dhe jetën kundër pakës Ahtisarit. Astrid Dehari, plot aktivist janë arrestu kundër Zajednicës. Edhe tashti po vish në 2026 për na tregon se çysh pas ka qenë derivati i pakës së Ahtisarit. Pse implementohet thjesht nëse është i dëmshëm? Përveç që ti ke rrugtu, ka qenë kauz politike. Si do ta ndalni këtë? Është e pamundur me ndal tashmë. Domethënë, përderi sot ti kërkon mekanizma për me ndal, atje njerëzit veç po e marrin shtetësia. Nuk mundesh me ndal më. Këtë stërkeqje të madhe. Domethënë, kjo si do duket Kosova pas 4 vite me këtë. Stërkeqja më e madhe është zoti Kurti, se sa ky lesh. Si do duket Kosova sipas jush pas? Unë mendoj absolutisht me një fuqi të madhe të listës serbe në këtë vend. Që na çon deri te që na çon vendimmarrje, ndarjes strukturës politike shoqërore. Gjithsesi, përveç sajna për mos më keq kuptu. Domethënë, mënyra se si edhe secila qeverisje, për kjo qeverisje ka trajtu, ka armitsu edhe më tej, e në anën tjetër ka bë favore për listën serbe, është shumë e pandershme. Unë e thash në një debat edhe qëndroj kësajna, për të mirën e këtij veni, e jo që mundohem shqiptarët me i botë mirë, e që është e domosdoshme. Po dohet të ishte domosdoshme edhe listën serbe me botë mirë për këtë vend. Me nxit, përderisa kjo ta marrin paga, marrin privilegje, marrin buxhet për KQZ-s. Ky do të ishte një politik
politikani më i dobishëm i këtij vendi ishte Ky lloj kursi duhet Kosovës. Absolutisht, kur ti secilin e bën të dobishëm për vendin tënd. Për të punuar Prishtina që ta pluralizojnë mjedisin të serbëve, mos i lë serbët në ndikimin e vetëm të Serbisë së Vučićit. Po pse mos me heket ndikim kur ti e pagun? Do me thonë ti pagun, si me thonë, argatër me të bëtë dë. Qytetarët serbë të rënojnë shtirë, pa presion. Unë kam qindra informata Shpërësia dhe shumicës kjo. Absolutisht, unë kam qindra informata të verifikuar. Si serbët lokal, edhe në secilën pjesë Kosovës, e sidomos në këtë qeverisje, në momentin që kanë bashkëpunu, kanë dhënë informata kundër krimit organizuar që bëjnë serbët në Krime ordinere, ndryshme që gjithçka, ata janë zbulu pikërisht e këto grupe. E sidomos këtë qeveri. Besoni që kanë me dalë, se shqiptarët këta janë. Nuk dojnë me pagu koste politike, po për ministrave dhe zavendës ministra të qeverisë Kurti, kanë me dalë... Emra që? Jo veç emra, kanë me dalë raporte? Ngjarje e komunikime që janë shumë damshme për Çka janë të komunikime do thënë? Komunikime se si serbë njoftojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, ministra, zavendës ministra për planet e radioqiqit në Kosovë. Dhe? Edhe këta njerëz heshtin? Jo heshin, kur kanë komunikuar, kur kanë këto komunikime janë te telefonin e Zotit Kurti, unë i kam pa vetë. Po, kam dhënë fjale besë, edhe pse kam dhënë fjale besë, do t'i qëndroj kësajna, për arsye se nuk i besojnë së dasë kuptimit politik policijes, po jam gati me u përballë, me u përplas me secilin institucion këtë vend. Që po në telefonin e Zotit Kurti ka komunikime nga ministra, zavendës ministra që i dërgojnë informata, jo 4 ditë, po javë të tëra më herët për Banjskën. Edhe ati që ka ndodhë? Kur ka lyp konfirmim të informatave, këta njerëz i kanë dërgu me emën edhe kushin serbët lokal. Edhe këta serbë janë dekonspiru, pikërisht e lista serbe. Qeveria unë i ka dekonspiru. Kjo është akuzë rëndë? Ashtu është akuzë, kjo është për prokurori. Kjo është në vërtit. Jo, po thamë është akuzë, me cilën të duhej të merej organi akuzës. Kjo është e vërtit që do të merej. Më një shtetë normal është dashtë të merej drejtësia në momentin kur kryeministri sfidon institucionet e sigurisë, sundimin e ligjit. Derimi Sufaj ishte vetë në sulm sistematik nga Zoti Kurti. Po për ata po thamë, kjo nuk ka me ndërtu këtë vend, kjo ka me demtu edhe me shkatru çdo arritje që ka ndodhur në këtë vend. Pra ti ke ardhur, a je ti qeverisja që ke ardhur me implementu gjitha marrëveshjet e dëmshme që i ka konsideruar në atë kohë. Llogarit çfarë domi politiki kemi bë vendit. Tash llogarit zajednicën që ka qenë kusht me bë Kosova për me njoh Serbia Kosovën, ne kemi reduktuar në normalizim të marrëdhënieve. Nuk ka tradhime më madhe që ka bëu këtij vendit. Nëse ajo ka qenë kompromisi më i madh dhe më i dëmshëm që ne si qytetarë politike këtij vendi duhet me bënë raport me Serbinë që Serbia më njoft Kosovën, ti këtë marrëveshje e ke reduktuar në normalizim të marrëdhënieve. Kjo është dëm. Nuk është më... Nga natyra e kryengris, të gjitha këto probleme ishe i ndëgjon, ose i ke informacione shumë të mëdha se sa një njeri i rëndëm të azëm. Dhe nga natyra e kryengris, këtë natyrë të kryengritjes, po them në formë proteste, në formë avokimi, në formë paknasie, do ta shohim dhe në rrugë, deri tani nuk e kemi parë në gjithë këto vite. Po, protesta është drejtë themelore. Demokratike. Edhe demokratike edhe realisht protesta tregon edhe so demokratike është edhe vetë Republika si tërësi. Normalisht këto që ka ndodhur në këtë qeverisë 6 vjeçare, në raport edhe me sigurinë edhe shëndetin e punë, raport edhe me sindikatat, edhe me çmimin e energjisë. Ne jo vetëm që kemi dhënë 1 miliard Serbisë energji, por ne tash po vazhdojmë për mbi 200 milion me dhënë Serbisë blerit e zhavorit që po e bojmë në Kosovë, që kanë mbyllë këtë kompanit këto, ja ka revoku licencat. Pra, protesta do duhet të ishte... Masovike, po. Edhe jo vetëm protestë masovike, absolutisht.
proteste dhënshme deri në shkarkimin e kësaj qeverie edhe burgosin e këtij kryeministri. Absolutisht nuk ka me pas. Unë e kuptoj edhe jam shumë i vetëdijshëm çka po flas. Edhe secilës shkërojnë, jo secilës fjali, po secilës shkërojnë që unë them i rri karshi me dinitetin e integritetin më të madh timin. Edhe unë jam shumë i vetëdijshëm për të saj se janë përballë të jemi, përballë kamerave të cilat është dëshmi. Nuk ka me pas kryeministër politikan më dëmshëm deri në këtë gjenerat tonë se sa zoti Kurti. Pra një njeri që ka shkaravitër, ka qërëditër, çdo gjë që është arritur këtë vend, e thash me të metat edhe me dobësit që ka kalu. Do llogarit, do me thonë, ku ka shëndru shqiptarët në secilën raport me Serbien. Për te sa llogaritë në çfarë armiqësie po i fut shqiptarët me Amerikën për gazin. Llogaritë në çfarë armiqësie. Përgjigje keni për gazin e lëngshëm amerikan? Po nuk Do në Artan Rizvanullit i tha në letër ambasadës amerikane që Kosova ka prioritet gasifikimin nëpërmjet Thëngjillit. Ta nuk kanë prioritet asgjë. Ta kanë 6 vite importuan 1 miliard euro. Kryesisht nga Serbia. Vetëm prioritet e kanë me dëmtu Kosovën si tillë, edhe si republikë, edhe si shoqëni, me rrit kapitalin e tyne. Domethënë këtë qeveri çka ka bën është veç ka shtu metat katrore të kapitalit e tyne. S'ka ministër i këtij kabineti, zyrtari i këtij kabineti që nuk i ka shtu metat katrore të pasunisë. Edhe këtë atë çka e di under table është edhe më e madhe, po janë vetëm deklarimet. Le ti marrin prej UD-s presidentës e të poshtë, domethënë ta veç i kanë rrit kilometrat katrore të pasunisë dhe të mirëqenies së vet. Madje edhe kur kanë pas nevojë këtë qeveri si me i shëru anëtarët e familjes vet, përveç që kanë pas kontet e tyre me miliona euro të vetë deklaruara, në mënyrë jashtëligjshme, jashtë procedurale i kanë marrë buxhetit Kosovës parë dhe i kanë shëruar jashtë. Pacientët kosovar marrin infuzione me myg brenda nga India. Pacientët kosovar, nënat e gratë tona s'kan nuk ishë si me cilësu. Duket se nuk paraqet me asnjë gjë lajm për ju. Absolutisht, domethënë se cila sfidë. Ne sot kur flasim këtu rrit kemi 10.000 nxënës më pak e 2.500 student më pak. Që tregus? Që është tregus që Kosova është të shku drejt shkatrimit të strukturës. Nuk është shpesa premtimi për ta. Jo, unë isha tash 4 ditë në Itali e takova shumë njerëz që të një personalisht edhe kanë votuar zotin Kurti, edhe kur ti diskuton me ta, e shes se as ata s'kan arsye. Ka një shkputje këtu midis realitetit që e jetojmë dhe një bindje që kanë. Absolutisht, nëse e kemi sot 611 varre më shumë të vdekim në aksident për vitit 2021 dhe 2026, kjo është realiteti. Ti mundesh mos me besu një të vërtet, po pse se beson e vazhdon të jetë e vërtet. Ti mundesh me besu një gënjeshtër, po pse vazhdon me besu ajo vazhdon me qenë gënjeshtër. Ne për çdo ditë kemi vdekje të njerëzve. Vetëm gjatë këtij viti, gjatë 6 muajve të vitit kemi bërë 20 vdekje. E vërtet. Madje kemi para 2 ditë ndodhë qënë hasrejti, djallë hasrejti nga Malisheva, i cili vdiq që edhe ti një brest të një familje. Në nivel normal do duhej të ushtonte sheshi Prishtinës, sheshi Tiranës, po ushton sheshi Tiranës me mbështetje të disa deputetëve të vetëvendosjes. Edhe pse zoti Rama ka se nuk e bëj përgjegjës Kurtin për këtë. Kujdes mbase politikisht. Në fakt, kjo gjuma politike është shumë dimensionale dhe shumë herë për qytetarin e thjesht mundet me qenë komplekse, po pikërisht deputet e lëvizjes vetëvendosje edhe protagonistë e saj të cilët i ushqen me dorën e vet zoti Kurti, unë jam shumë i sigurt se as dritat kur bin me fjet nuk i fikin pa e pyet çka më bë. Kjo është agjentur për me dëmtu shqiptarët. Agjentur e cila protagonist këto e disa shkaravina politike të cilat as ata si individ, as brezit tyne si ka dhëtë mira Kosovës e shqiptarëve, vazhdojnë me shkaravit shqiptarë. Ki profesor Samedin Ferën, ki profesor Elvis Hoxhën që veç profesor nuk janë.
edhe ti Kosovën, Kënda të pa histori interesante me ta, përsa ko që sot po në kam edhe histori interesante edhe, po jo, po në kur s'jam pajtu me përpiqen ta. të zhvlerësoj. Asë njerë s'jam pajtu me ta. Si në kur, se i kam posa dëm shumë janë. Të më kam po logjikën e ty nësa e dëm shme ashtë. Unë nuk du me shpalos letra, komunikime në ecën e lëvizjes vetëvendosje. Normalisht unë kam besu, kam dhënë sakrificë, kam jam angazhu shumë me prunë për shtet. Je prekur nga ajo që ka thënë nga mungesa e njerëzillokut. Tyre në raport me gjithë ato çfarë kjo shkruar e bërë për ta. Është komunitet i cili Ideologët e vetëvendosjes. jo s'kan ta lidhja as me ideologji, ta veç që njerëz dëmshëm. Edhe kjo është, tas kanë as ideologji, bërë nuk kanë, tas janë edhe të sekt, janë edhe të paaft, nuk kanë as filozofi politike. Po pikërisht Pse i mban Kurti për atë? pse Kurti ti, ashtu si që është edhe veti, duhen njerëz të pandershëm, njerëz që nuk e kanë problem Të cënushëm, me po. shpik, absolutisht. Njerëz që nuk kanë korrez, dignitetin e tyre e kanë nga plastika, njerëz të cilët brez pas brezi nuk i kanë shërby asgjë këtij veni. Edhe ata cilët i ka aty edhe kanë brez të ndershëm që kanë dhënë sakrificë për secilën etapë e kohë kur shqiptarët kanë pas nevojë i ka thënë korrez. Domethënë, për kësaj qeverie unë s'po du me kriju as frikë, as s'po du me, po kjo është reagimi normal, na jemi prej mishit e prej trupit, nuk jemi prej hekujt e qelik. Për këta njerëz që kanë poste, që janë ofër Kurti, kanë me dalë histori të trishta të ecjes së tyre politike që kanë bëjë edhe me moralin, edhe me krimin, edhe me korrupsionin. Unë kisha pas shef me qenë deputet për mi thonë disa gjana, se aty ka në rëndësi, në fërtorin e kuvendit. Po jo që nuk do t'i vje momenti me Mbase do të garani sërish nëse Kosova do të mbajë zgjedhje. Absolutisht Nëse Kosova mban zgjedhje. Po shihet që protesta po mban Tirana, jo Kosova. Unë 19 vite, ma dion për rezultoj vitin 2005, po prit vitit 2005, deri në 2024, janë 19 vite që unë i kam dhënë lëvizjes vetëvendosje sakrificën më të madhe. Nëse cilën me ta. Pa i marrë kur gjëmë, me thonë, kohën më të mirë tima. Edhe deri sot i bëjën në 20 vite, nuk dëshpërohem për me investu në vetën temi, për deri sot kam investu në pjesën më të pandërgjeshme, pa meritore politike në këtë vend. Kam ngojt me bon deputet me Fail Bajqinovcin, pa korrez, edhe hiç mos i prejni këtu, kam qef me i dëgjuaj. Nuk prejnë, shkon si... Absolutisht. Edhe zoti Bajqinovci po të ishte këtu nuk prejnë. I pa dinjitetshëm, i cili tash, për opinionin nuk po du me përmen mediumin, ka kërcnu në televizion që unë kam marrë në studio, Dardani nuk bani me ardhë. Dhe me thonë edhe u detyru një ndër televizionet më të moja me anullu emisionin, jo vetëm aty. Si të shikojnë ata deputet sot ty? Unë kisha po qef mu përbol me ta në Kovend, me Sali Zybën, me kësi shkaravina që rajnë që kanë qenë luftë shërimtarës. Hiç kanë qenë, absolutisht. Me thonë, e ka zonë atje një fotografi të hypë autobusit në dërs, e thojnë luftën shërimtarë, edhe me Shqipe Selimin, bashkëzetarën teme, cilë e ka me sos opozitën, edhe me Mulla Osmanin, i cilë e fynë figurën e Skënderbeut. E qunë Gjergjin si nuk është heroi shqiptarëve se ka luftu këtë atë. Edhe me secilin atë, edhe me zotin Kurti, edhe me zotin Dehari, me i tregu... Nuk të rrigjeni, nuk jeni të molisur. Absolutisht, unë kam shumë pasion edhe shumë dinamizëm jetën teme dhe nuk e kam menën me udërzu. Absolutisht. Basë zgjedhjet do t'i mbajë Kosova sërish nëse nuk ka vullnet shpejt Kurti ndaj pushtetit me tjerët me temin e presidentit. Unë uroj mos shkojmë zgjedhje, po të krijojnë institucionet. Madje unë e kuptoj që është e vështirë me marrë kësi vendime partitë politike, po unë ju kisha bë thirrje gjithë liderëve opozitarë që dhe ta zgjedhin president edhe këndojnë, zoti Kurti. Tash, a e përbjes që u lodhë opozita, a u lodhë populli? Është me leta thënë, po i ftoj liderët opozitarë me e ja kalu se cilin propozim zotit Kurti për presidente. A ti pse?
se diktatura veç me protesta rëzohet. E unë kam dëshirë që me po edhe sulaqi, Protestat i ke zanat. edhe me po qytetarë që ky njeri, ky veç me diktaturë rëzohet. Edhe diktaturët Në rrugën e protesta, po. veç në rrugën protesta. Edhe këtë kam qef me po kështu në kështë plerave, si njerin më dëmshëm politik. Kjo është se përket që unë kam gjithë formë demokratike me bon politik me zotin Kurti dhe me shumë eksponent lëvizjes vetëvendosje. Se kur vje puna, zoti Kurti me u përball me mu si qytetari thjesht, kam i kushu koste e madhe. Unë s'kam dalë asë njëherë me të regu sakrificën e madhe për lëvizjen vetëvendosje e veçanërisht për zotin Kurti. Çfarë po fsheh pra? Pse nuk tregon? Unë nuk për qëllimi është me e tregu aty ku është foltorja, ku vendi. Aty e dëshiron përballjen. Se këtu këtë televizion dikush e bën. Aty e dëshiron përballjen. Edhe këtë e kanë kërkuar. Po. Me tregu edhe zotit Dehari se si ja thën zoti Kurti kurrizin. Edhe familjarëve të me, se si zoti Kurti ja ka thy kurrizin, edhe ka shëndru familjen tonë, e ka qu edhe në raste të rishta për politikë. Edhe si shumë tjerë i ka thy në kërë. Po pikrish kjo, dëgjoj, të tradhtia është më e lehta që mundet me ndodhë. Ne jo dy shojimi këtu, atje tradhën miku, tradhën familja, tradhën bashkëshorti, se është e lehtë me bo, se cili. Edhe nuk e lodhi kokën për tradhti. Po pleq kanë thonë për para, nëse do me njoft njëri një pjene 2 ditë pushtet. Kjo e dëshmoj se kush është. Po kostën, faturën e madhe që ka me pagu Kurti, ndaj dardanave të shumë brenda lëvizjes vetëvendosje për cilët heshtin për shkak të këtij kontaminimit të thellë politik, ka me qenë të rresht. Zoti Kurti ka me pagu këtë fakturë. Çka i bje kjo? Kjo i bjen që ai ka me dhënë llogari. Si? Që në 2 dekada mi ka hup, në konflikt me njerëz, në konflikt me familjar, në konflikt me secilën shtresë, se ne jemi më të mirët kur vim në qeveri, se ne nuk privatizojmë. Mujnë me harru familjarët me, se neve na ka rënë edhe na ka vdikë edhe kunatan protestën në lëvizjes vetëvendosje kundër privatizimit, e kundër Mimoza Kusarit. Po sot Mimoza Kusarit qeveri me Kurtin, kur unë jam arrestu për protestat ndaj zonës Kusari. Qa me nënaj? Që nja falja? Jo, asë njoni s'kom ja falë. Asë njërit. I thash një ditë shumë publikisht në një studio televizive, kalzë.com, Artana Brashe. Po. Për deri sa unë kam jetu edhe pa mirëqenje dhe pjesën e fundit e kam dhënë të mirëqenjes teme për me të bon fushate, me të bon vota. E ju kaq as njerëzillak nuk keni me ju lajmëru njerëzve kur ka një hall, një dertë, apo në që shqiptari nuk të harrën për shtërsien. Absolutisht. Edhe nuk jam një bres që harraj. Po, ne kam zgjedhë rrugën teme demokratike kështu. Kur vjen rrugën teme me zgjedhë kështu boll për boll, e në lokale, e dikon, atër fatura ka me qenë shumë e madhe. Nuk është kërcënim. Po edhe nëse marrin si të tillë i dashurit, unë jam këtu edhe ballafaqohem me secilin. Edhe i lutem prokurorëve, edhe cili do të qohë që thet më përballë, jam i gatshëm për gjithçka më përballë. Mashtrimin, tradhtien, keqpërdorimin, se fundit e fundit njerëz për fjalën e lirë vrahen. Gjithçka fillon për fjalën. Fjala keqe dërgon njerëz me u vrah. Edhe në divorc, edhe në familje, edhe në politikë. Gjuha. Me 93 herë fal një herë. është një fjale jonja popullore. Nëse e kemi zotë, po përfundojmë me këtë. Jem në fund, po. Edhe, kjo shumë një pjesë të është, për du me thonë. Ka qenë një deputet i lëvizjes vetëvendosje, për cilën unë e kam shumë mik, nuk po i zbuloj shumë detalet. Që unë e kam mojtë familjen teme në vitin 2013, pse ishte deputet i lëvizjes vetëvendosje, i takon të një brezit të madh të një politikani, edhe në takim që kishte pasur me zotin Kurti, ai kishte thënë se nipi yt, i cili po del si kandidat në Partinë Demokratike të Kosovës meriten me vrah, veç s'ka kush me vrah. Edhe ai kishte marrë këtë si sfidë veten. Edhe erë më hynin në shtëpinë Malishev.
tër ditën e ka majtë, 5 ditë ja marrë me të, mës me lanë nipin me vra. Veç pëse kështë dolë në listë e PDK-s. Ai se të brejë rrugëve Gjermanijës, që ka sakrifiku mas shumë të për lëvizjen vetë vendosë gjatë kësaj etape, nipi i tina se do shtë edhe deputet, edhe ministër edhe tanat. Në vetë vendosë, sot? Absolutisht. Ju e kishtë mbajtur në shtëpi për të ndalë që të mos e vras? Nipin e tina. Nipin e ti. Ai kishte revolën edhe kështu është. Kishte vendosur, tash mund thonë, kjo po shpike, po thet këto. Po jo, ma përgjësi për fjallën publike. Jo, moj përgjësi. Po. Argumentet, po. Janë njerëzit, janë argumentet. Edhe një ditë të po, se në çfarë çorëditje ka sjell, ja dërgova një komunikim me zonë. Me thonë, në kësi situata, po janë rastet e tërshta që kanë ndodhur me këtë mencinë e zotit Kurti. Ky ka shkatru, Breza ka shkatru njerëz. Edhe ky veç ka ardhur me dëmtu më shumë Kosovën. Edhe unë çdo ditë më tepër, jo për të kontaminu më shumë, po e kam bërë se nesër do del një brez, i cili prap do të na akuzonte. Se nuk sa të vërtetën, se nuk thuhet të vërtetën. Unë se kam thënë shumë të vërteta për arsye se kam dashur të hyj në kuvend, edhe mos më thonë studio televizive, po aty ku është vendi edhe po dëgjon se cili qytetar. Të falenderoj Dardan për kohën edhe një herë që ishe në emision tonë. Faleminderit për ftesën. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.